Ditët e para të marsit kanë sjellë një atmosferë pranverore në Bregdetin e Shëngjinit. Moti i ngrohtë dhe rrezet e diellit kanë tërhequr dhjetra vizitor, të cilët gjatë fundjavës zgjodën të kalojnë disa orë pranë detit. Disa zgjodën shëtitjet e gjata, ndërsa të tjerë u ndalën për të shijuar rrezet e diellit. Sipas vizitorëve, Shëngjini mbetet një nga destinacionet më të dashura për të kaluar fundjavën, veçanërisht në ditët me mot të mirë. Na ka favorizuar shumë. Nesin edhe të më shumë, adin. S'mund shkojsh bregut detit, direkt se është me formë kështu, po hez shëtitorës në rregull. Koha shumë e mirë djede sot, edhe deti qetë, edhe njerëz s'ka. I kam pa t'y dalë edhe në kanatiere njerëzit. Bisedojmë shumë mirë, dalim, shëtisim, bëjmë xhiro, shikojmë me shok, me një me tjetër, ka shumë qetësi, nuk ka dallë. Ndërkohë, autoritetet vendore po vijojnë punën për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në prag të sezonit turistik, ndërsa një pjesë e bizneseve në zonë ka nisur gradualisht aktivitetin.